Seanca gjyqësore për grupin e Lahert Haxhiut i akuzuar për vrasjen e Çayop Selimit ka sjellë dëshmi të rëndësishme në zbardhjen e motivit dhe rrethanat e krimit. Babai Erisiano dhe Bujar Abedini, të dyshuar për përfshirje në këtë ngjarje, deklaroi para trupës gjykuese se kishte dieni për tensionet e vazhdueshme mes familjes së tij dhe viktimës. Ai tregoi se Selimi kontaktonte në mënyrë të përsëritur me gruan e djalit të tij, duke i dërguar mesazhe dhe duke e shqetësuar, pavarësisht kërkesave për të ndalur këtë komunikim. Konfliktet shtriheshin edhe në marrëdhënie të dhunshme me djalin, i cili ishte i përfshirë në përplasje të herpërhershme me viktimën. Babai i të dyshuarve theksoi se natën e ngjarjes kishte marrë vesh për vrasjen në rreth mesnatës dhe menjëherë ishte paraqitur në polici, ndërsa djali i tij ndodhej në Tiranë dhe u kthye në Tepelen disa ditë më vonë. Ai gjithashtu përmendi vështirësitë familjare që po përjetonin në atë periudhë, përfshirë edhe ndarjen nga jeta të nënës së tij pak ditë pas ngjarjes, situatë që shtonte presionin emocional mbi familjen. Dëshmia e Artur Tafanit, i penduar i drejtësisë, sqaroi se vrasja e Çayop Selimit ishte një porosi direkte nga Lahert Haxhiu, ndërsa pagimi dhe eliminimi i tij ishte 25.000 euro. Tafani theksoi se ekzekutimi ishte planifikuar me kujdes dhe se të dyshuarit kishin rol aktiv në organizimin e krimit. Seanca ka shërbyer për të nxjerrë në pa jo vetëm motivet dhe lidhjet kriminale, por edhe kontekstin personal dhe familjar që rrethonte ngjarjen. Konfliktet ndërmjet viktimës dhe familjes së të dyshuarve, si dhe ndikimi të presionit emocional dhe incidenteve të mëparshme, u konsideruan si faktor që kontribuan në këtë ngjarje tragjike. Trupa gjykuese pritet të marrë në konsiderat të gjitha dëshmitë e mbledhura për të vlerësuar përgjegjësitë dhe rolet e secilit të dyshuar në këtë krim të rëndë.